A keni frikë se për shkak të kësaj mund t'ju shpallin edhe juve non grata në momentin që tentoni të kaloni në Greqi? Shiko, me kolegët që ju përmendën, kolegët tuaj, janë disa prej tyre dhe ma kam bërë shpesh këtë pyetje dhe i thash, shiko, unë nuk po tentoj ta provoj. Ç'më duhet mua ta tentoj ta provoj? Në rast se kam marrë vendimin, le ta mbajnë aty për vete, por nuk e besoj. Nuk e besoj për shumë arsye. E para e punës dhe parimore është që është një vend antar i BE-s, një vend me një traditë të theksuar demokracie, një vend që ushtrimin e ligjshmërisë e ka si parim bazë, të paktën kështu e deklaron, dhe unë besoj që nuk kanë arsye të deklarojnë non grata apo jo një njeri i cili ka zbatuar ligjet e shtetit të tij. Dhe mendoj që është një arsye e pamjaftueshme. Çfarë mund ndodh? Gjithçka mund të ndodhi për hir të vërtetës, por që ta relaksojmë situatën, atëherë s'po e provojmë edhe nuk po kalojmë. Në fakt, gjithçka mund ndodhë, sepse edhe me gazetarët është absurde që një vend i Bashkimit Evropian vendos gazetarët të ndalohen të hyjnë në territorin grek duke i cilësuar si kërcënim për sigurinë kombëtare. Dhe çfarë kanë thënë? Vetëm fakte dhe deklarata për një hetim të cilët të gjithë e dimë se çfarë ka ndodhur. Apo edhe me kolegun Marin Mema, i cili ka publikuar thjesht një pjesë caktuar të territorit në Greqi që është i populluar me shqiptar. Pra, unë nuk prirem ta besoj shumë për një shtet demokratik, në fakt, për një sjellje europiane duke i parë këto pasojat e non gratave. Jo pra qëllimi jo thash. Prandaj ngulët kam. Jo. Jo. Po pra. Llogaritë edhe kthimin. Jo pa qëllim jo thash. Po pra, para se ta mbyllim, jo pa qëllim. Për tema të tjera dhe të ndryshme të cilat Faleminderit. pensë bashkë. Faleminderit. Prandaj ju thash, të jesh vend antar i BE-s, të kesh një traditë të madhe në zbatimin e ligjit, në tolerancën demokratike, duket si absurde të kryesh veprime të këtij lloji, pastaj aq më tepër kundrejt fjalës së lirë. E jo kundrejt zbatimit penal të ligjit normal në një shtet normal.